kur të provoni me pas shumë kapital, kur të provoni me pas shumë pushtet, kur provoni me pas shumë respekt dhe shumë shoqni, shumë let njeriu del dhe thot, unë s'kam nevojë për Zotin. Shumë e lehtë është me dalë. Dhe për këtë arsye Allahu na ka pru një shembull Hazreti Sulejmanin, që nesër ditën e gjykimit askush mos gjen arsye nga të pasurit, nga të pushtetshmit, nga të fuqishmit që më thon se o Zot, unë isha i zonë, apo unë nuk kam pas mendje, s'kam pas kohë të mendoj për ty. Isha shumë i zonë me gjërat e dunjas. A ka më i fuqishëm se Hazreti Sulejmani në ushtrisë? Ka pas. A ka njëri më i mençur çështjen që Allahu e ka përmendur në Kur'an? Nuk ka pas për kohën e tij. A ka njëri që i ka dhënë Zoti më shumë nga të mirat e dunjas? Nuk ka njëri. Sa i ka dhënë Hazreti Sulejmanit. Ushtrinë e njerëzve, ushtrinë e gjinëve, ushtrinë e kafshëve. Kishte pra çdo gjë kishte. Dhe me një rast, Sulejmani a.s. po e shijon të këtë pushtet fuqishëm. E lypi pronin e Belkizës nga Jemeni në Jerusalem është 2000 kilometra. Ja, via ajrore, 2000 kilometra. Sulejmani në Tubim kështu ju tha ushtrisë vet, këshilltarëve vet, kush ma sjell fronin, mos shpejti këtu. U shfaq një njeri për cilit Allahu thot i kemi dhënë dije. Ai tha sa i mbyll dhe i mbyll syt, i hap syt, unë këtu e bi fronin. Edhe ashtu ndodhi. Pra, sa i qel dhe i mshel syt, froni Hazreti Sulejmanit përpara. Çka tha Hazreti Sulejmani për këtë punë? Kjo tha është sprov prej Zotit tim. A jam unë e falëndërues apo mohues? Qëre çka po thot pra. Kjo pra është një sprov prej Zotit tim, se a jam unë e falëndërues ndaj Allahut apo mohues. Pushteti, fuqia, dituria që kishte Hazreti Sulejmani përkundër njerëzve të tjerë, nuk e bëri të verbër, nuk e bëri mundjej pavarur. Por tha që kjo është sprov pi Zotit sa jam unë e falëndërues ndaj Allahut.